Prej më shumë se 3 javësh banorët e fshatit Baksriol në Velipoj vijojnë protestat kundër ndërtimit të resortit turistik në zonën e tyre. Edhe këtë të hënë banorët kanë dalë në protest, por forcat e policisë kanë krijuar një perimetër sigurie, duke penguar banorët u afrohen punëtorëve dhe makinerive. Por për banorët e Riollit ka ardhur një lajm i mirë, pasi këtë të hënë është zhvilluar një gjyq ku gjykata e apelit në Tiranë ka njohur familjen Malaj, banor të kësaj zone, si pronar të ligjshëm. Ndërkohë i bëhet thirrje prokurorisë së Shkodrës që të marrë dosjen në shqyrtim. Sot gjykata e apelit Tiranës ka njohur pronar të ligjshëm të këtij trullit, një prej fisëve që proteston për ditë me neve. Duke qenë ata pronar, automatikisht bim gjithë pronar të kësaj toke, sepse Fatmir Shpeza në falsifikimin që ka bë i ka përfshirë dhe fisin e Malajve. Prokurorisë Shkodër i kena një thirrje shumë të madhe nga gjithë banorët e Riollit. Ju lutem, kontrolloni dokumentat, kaq të bëjnë prokuroria e Shkodrës, edhe të bëjnë thirrje, finalojnë punimet derisa të gjehet një zgjidhje në të mirën e gjithëve. Nuk mundën më na përjashtu as Bashkimula, as Fatmir Shpeza, as kjo qeveri, asnjë nuk mundet më na përjashtu nga tokat parëve tonë. Banorët shprehen se Fatmir Shpeza ka tentuar të kontaktojë të afërm të tyre për t'i intimiduar. Fatmir Shpeza ka tentuar me të kontaktu të afërm tonë për më na intimidu, jo për me gjetë një rrugëzidhje. Bashkimula nuk ka bas një reagim deri më sot, as mu taku as asgjë gjë. Në qoftë se dikuj prej nesh i preket një çim me flokut, ta dini të gjithë se kush është përgjithës. Na nuk kena asnjë armik, nuk kena asnjë konflikt mas kan. Ata që tentojnë me na intimidu e me na kërcënu e kanë të kohë. Dhe nga kërcimet e Fatmir Shpez deri nesër të Bashkimulës, na nuk e lam gjakun e të parëve edhe amanetin e të parëve. Rezistenca e banorëve do të vijojë me protestat në ditët në vijim.